Me 28 dhjetor, kutitë e votimit nuk prodhuan një përsëritje rezultati, por një verdikt që Albin Kurti e cilëson si ndeshkim kolektiv ndaj bllokadës politike. Në një intervistë për Kosova Press, Kurti thotë se fitoria mbi 50% erdhi pasi qytetarët identifikuan qartë përgjegjësit e ngërçit politik. Kulmin ja vendosi refuzimi për pjesëmarrje në seancë, ku do duhet miratohej buxheti 2026, pastaj 3 marrëveshjet me Bankën Botërore dhe gjithashtu plani rritjes Bashkimit Evropian, që gjithsej këto të fundit bënin mbi 1 miliard euro. Unë besoj që qytetarët e Republikës e panë të qartë përtej zhurmës që zhvillohej se kush mban përgjegjësi për gjendjen e të cilën ndodhemi. Me një rezultat që thyen edhe rekordet e vitit 2021, kreu e vetëvendosjes e quan këtë fitore një referendum kombëtar. Do t'jetë një mandat i cili na jep shumë shpresë për rrugën përpara për shkak të mbështetjes popullore, por ne e kemi të qartë se sa më shumë mundësi që ke, aq më shumë përgjegjësi ke. Me një mazhëroncë të konsoliduar që eliminon çdo nevojë për koalicione pazgjedhore, formimi i institucioneve të reja pritet të jetë shumë i shpejtë. Për Albin Kurtin, 28 dhjetori mbylli kapitullin e bllokadave politike, për t'ia lënë vendin llogaridhënies për atyre që i besuan drejtimin e vendit.